Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës emisionit për shtjellim këtu në Newsmax Albania. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një mjek vjetër, zotin Altin Gjeta, studius i marrëdhënieve ndërkombëtare të çështjeve të sigurisë, aktualisht duke mbaruar doktoraturën në Universitetin Birminghamit në Angli, Britaninë e Madhe, për të folur për disa nga çështjet e aktualitetit politik dhe gjeopolitik në rajonin e Ballkanit, natyrisht duke u përqendruar te Shqipëria dhe Kosova. Mirë se vini, zoti Gjeta. Grazie, Ilir. Faleminderit për ftesën. Është ju vitet e fundit keni qenë mes Britanisë dhe Shqipërisë, natyrisht duke keni pa çështjet dhe në sfondin e studimeve tuaja, ku Kosova është kryefjala, dhe procese shtetformuese atje, dhe dua ta filloj pikërisht me këtë gjë, për shkak se kemi një krizë atje e cila zgjat për një vit, mos gaboj, e pak, e cila ka prodhuar disa palë zgjedhje, por pa gjendur ende Deus ex machinën, e cila natyrisht është shumë e rëndësishme për situatën ku ndodhet Kosova dhe rajoni në këtë moment. Mund ta thoni diçka më tepër, ju e keni parë më ftohtë ndoshta edhe në pikpamjen studimore këto zhvillime. Unë kam vite që merrem me Kosovën, edhe kam parë shumë dokumente, kam biseduar me njerëz, kam lexuar rreth proceseve politike, historike që kanë ndodhur aty, paktën qysh pas viteve 90. Dhe kam arritur në një përfundim i cili më duket i thjesht, por besoj që shpjegon thelbin e krizës në Kosovë. Mendoj që Kosova ka dy ndasi, të cilat po e pengojnë të ecë përpara. Ndasia e parë është mes shqiptarëve dhe serbëve, rreth shtetësisë Kosovës. Serbët nuk e pranojnë Kosovën si shtet pavarur, nuk e pranojnë serbët që jetojnë në Kosovë, nuk e pranojnë Serbia, është politikë zyrtare e Serbisë, sigurisht serbët që jetojnë në Kosovë në shumicë ndjekin politikën zyrtare të Beogradit. Dhe ne kemi pa se si në vijimsi ata janë rreshtuar pas qeverisë së Beogradit në raport me Kosovën. Kjo është ndasi historike, e cila mbetet aktuale, fatkeqësisht, edhe nuk është e kaluar. Arsye sepse meriton një debat shumë të madh dhe thellë, po ndoshta mund të kemi kohë pak më vonë ose në një rast tjetër. Dhe ndasia e dytë që është pak më problematike në kuptimin që nuk është prit që të ketë këtë efekt, është ndasia mes shqiptarëve. Pra, kjo ndasi ose kjo qarje mes shqiptarëve, përkundër ndasisë parë që sillet rreth shtetësisë Kosovës, kjo e dyta sillet rreth natyrës së shtetit Kosovës. Pra në njërin anë kemi të vetëvendosjen, një lëvizje e lindur pas luftës, si përgjigje e nevojave të kohës për të vetëdijsuar shqiptarët për gjendjen se ku ndodheshin, për proceset të cilat priteshin të fillonin, pra negociatat për përcaktimin e statusit final, dhe natyrën e shtetit, dhe krahun tjetër të luftës, por edhe LDK-n, pra të lëvizjes së rezistencës paqësore, e cila është investuar në hapat e parë të formimit të shtetit Kosovës, është investuar jashtëzakonisht shumë, me sakrifica të mëdha, veçanërisht UÇK-ja ose leadershipi, udhëheqja e luftës, dhe LDK-ja në hapat më të hershëm gjatë viteve 90, dhe sigurisht kanë bërë kompromise që kanë qenë të vështira, të dhimbshme, gjithsesi sa i përket Pakos Ahtisaari, ku serbët gëzojnë drejta të zgjeruara në nivel qendror, vendor, ku ruhet një lidhje organike, politike dhe financiare mes serbëve të Kosovës dhe Serbisë, dhe natyrën e shtetit Kosovës. Ju e dini, Pakos Ahtisaari, themeli shpalljes pavarësisë së Kosovës, e përcakton ose e definon shtetin e Kosovës si një shtet multietnik. Pra, për ndryshe nga ëndrat e shqiptarëve, ose për ta bashkuar Kosovën me Shqipërinë, ose për ta shpallur Kosovën si një shtet shqiptarëve, ndërkombëtarët ndërhyn vitin 1999 edhe mandej u angazhuan ato proceset e gjata shtet ndërtuese dhe përcaktuan Kosovën si një shtet të gjitha grupeve etnike. Mirë po, kjo ndasi rreth natyrës shtetit Kosovës tani po ha probleme, sepse vetëvendosja nuk e ka pranuar këtë koncept, apo jo, konceptin e shtetit multietnik Kosovë, edhe të serbët të cilët kanë drejta të zgjeruara dhe mbajnë ato lidhjet politike financiare, pa diskutim problematike me Serbinë, ndërsa udhëheqja e UÇK-s dhe leadershipi i LDK-s
Ilir Edin bën ato kompromiset sigurisht të dhimbshme, e thonë edhe ata vetë, e thonë edhe dokumentet, por që ishin nevojshme në kontekstin kur diskutojmë për ta shpallë pavarësinë pavarur. Tani, pas pavarësisë, kjo ndasia ka dalë në sipërfaqe dhe ka kriju këtë ngërqin Përtes fondit historik ideologjik, se unë personalisht në një pikë dhe krau tjetër politik ose elitës tradicionale politike. Po nuk mendoj që është sfondi historik apo sfondi kushtetues apo ndasit tjera të cilat janë përcaktuese të zhvillimit politike. Ju e thatë vetë në krye të erës që serbët pavarësisht do të thënë që kanë ndasit ideologjike brenda llojit, brenda Beogradit apo edhe në raport me Republikën Srpske apo rivalitetet të tjera politike në raport me Kosovën, kur vjen puna te çështja e një farsoj Serbisë madhe, që është një projekt i vjetër Miloševićian, ata vazhdojnë të jenë bashkë, pra të flasin me një zë përkundër Brukselit, përkundër NATO-s, përkundër faktorëve të tretë, natyrisht Rusisë, Kinës e tjerëve. Kur vjen puna te këta faktorë shqiptarët, ku duket që vetvendosja e Albin Kurtit është faktorizuar elektoralisht për shkak të gjykatës speciale e cila hoqi leadershipin e vjetër politik dhe i hapi rrugë në një farë mënyrë vendosjes si një forcë solide, të themi grassroots, e cila kishte vite mobilizimi social e politik dhe një talent politik të jashtëzakonshëm të zotit Kurti për të mbajtur dhe për të konsoliduar. Tani ka autor të ndryshëm, do të thënë ka analistë të ndryshëm, të cilët e vënë tekstin dhe thonë që kjo ka qenë loja e Albin Kurtit që në fillim, duke qenë se ishte ballafaqove i administrat Trump dhe duke qenë se ai u pozicionua hapur me administratën Biden, pra jodi zarët në një drejtim, dhe do ta kishte shumë të vështirë përkundër Grenellu për forcë si sekretari i shtetit për shembull, ai gjeti një mekanizëm i cili edhe mbante në pushtet, por njëkohësisht dhe nuk i faturonte atij përgjegjësinë për të i dhënë drejtim asociacionit, patate të tjera të nxehta, të cilat aty ta kishin zhbllokuar statusin e Kosovës. Pra llogaritë mirëfillta dhe kalkulime elektorale, të cilat e kanë shpërblyer zotin Kurti, ai ka fituar në çdo palë zgjedhje, për të vërtetë vazhdon të jetë në pushtet, dhe kanë defaktorizuar dhe përçar akoma më tepër opozitën. A është kjo tani një miopi e opozitës shqiptare të të rinjve që kanë drejtojnë partitë politike atje LDK-n, PDK-n, AK-n e Merat, AK-ja pak më ndryshe sepse leadership historike e Haradinajt, po flasim për këto partitë e tjera. Dhe a është kjo një bazë të fituar nga zoti Kurti, po çfarë kosto ka kjo për Kosovën? Pra këtë se çdo besoj dhe për publikun interes. Kur unë fola për rënjët e krizës, nuk është se shkova aq thellë kot, sepse mendoj që kjo ka ndikim. Pra janë dy vizionet ndryshme të cilat përplasen. Sigurisht llogaritë elektorale aty janë të rëndësishme dhe Kurti vetvendosja e ka kaluar mirë të valën antiserbe në Kosovë. Frustrimin e shqiptarëve me idenë e një Kosove e cila nuk është krejtësisht e shqiptarëve, edhe duhet ta ndajnë pra edhe me serbët. Edhe që duhet merren vesh për çdo gjë me Serbinë, për punët e tyre të brendshme, që është një paradoks, pa diskutim. Po ti e din që proceset shtendërtuese nga lart dhe nga jashtë krijojnë këto efekte anësore. Dhe nuk i kanë krijuar vetëm Kosovë, kanë krijuar edhe vendet e tjera. Megjithatë, kjo çarje, them unë, mendoj unë, ka dëmtu një trashëgimi, do të thoja unë, shumë të rëndësishme politike që la udhëheqja e vjetër e LDK-s veçanërisht, me Rugovën në krye, ku përgjithsisht është gjendur konsensusi për sa i përket çështjeve me interes kombëtar mes gjitha palëve, sepse debate të tilla ka pas edhe atëherë. Ju dini shumë mirë, mes LDK-s dhe UÇK-s, po edhe brenda vetë UÇK-s, edhe brenda vetë LDK-s, pra si duhet t'i qaseshin shqiptarët marrëdhënies me Serbinë edhe procesit të shtetit, të ndërtimit të shtetit dhe shpalljes pavarësisë. Ka pas mendime të ndryshme. Megjithatë, unë mendoj që leadershipi demokratik, shumë i hapur, konsensual i Rugovës la një trashëgimi të mirë. Dhe ju besoj e mbani mend që edhe Hashim Thaçi në një farë mënyre ka ndërtuar disa qeveri koalicioni me LDK-n, apo jo. Edhe u morën vesh për tema të mëdha. Mendoj që tani me ardhen pushtet të vetvendosjes, e cila ka një qendrim më refraktare, më delegitimues ndaj elitës tradicionale politike, posaçërisht në raport me koncesionet që këta kanë bërë në Pakon Ahtisaari, në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian me Serbinë e kështu me radhë, jemi një momentum tjetër ku duket që kjo trashëgimi e shëndetshme demokratike po gryhet. Dhe
shiko se si është e pamundur, pothuajse një vit e gjys janë mbajtur 3 palë zgjedhje dhe është e vështirë që palët të gjejnë një dakordsi për të formuar institucionet edhe për të pasur një president konsensual. Mendoj që retorika përqarëse e vetëvendosjes ka kontribuar këtë, pavarësisht se në shumë nga tezat e tij zoti Kurti është i saktë, pra në ekzaminim ai është i saktë. Është i saktë kur thotë që Pako Ahtisari e la litarin jashtë, edhe la shumë probleme. Është i saktë Kosovë. Është i saktë kur flet për dialogun si një proces i cili në vend që të normalizonte marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, normalizoi marrëdhëniet e Serbisë me Perëndimin. Megjithatë, në fund të ditës, unë mendoj që shqiptarët duhet ta gjejnë kthjellësinë për të marrë vesh me njëri tjetrin, për të formuar institucionet edhe për të ecur përpara në një platformë e cila kanë qendër interesin kombëtar. Pastaj, sigurisht ato janë ndarë dhe ndahen gjithmonë sa i përket modelit zhvillimit në Kosovë, taksimit, raportit të shtetit me zhvillimin ekonomik, me qytetarët dhe kështu me radhë. Këto janë çështje të brendshme të cilat janë shkret legjitime që vetëvendosja, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja dhe çdo aktor tjetër politik të kenë debatet e tyre, por në raport me interesin kombëtar edhe formimi i institucioneve, i garantimit të stabilitetit qeverisë, mendoj që është në funksion të interesit kombëtar, do duhet merreshin vesh apo jo? Zoti Kurti nuk është analist politik, dhe natyrisht nuk është as studius politolog i cili mban një qasje normative. Zoti Kurti është një politikan mbi të gjitha, dhe e them këtë gjë sepse ka ndodhur 2 zhvillime të fundit. Një zhvillimi i Departamentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili thotë që do heqin dorë nga qasjet shtetformuese në Ballkanin Perëndimor, dhe marrëdhëniet do jenë transaksionale, gjë e cila afekton Kosovën ndoshta më shumë se çdo vend tjetër bashkë me Bosnjë Hercegovinën. Dhe zhvillimi i dytë është që zoti Kurti ka i dorë nga këto parime ku mbështet hapur lëvizjen vlen, fjala bie në Maqedoninë e Veriut, e cila duket se nuk ka bërë ndonjë përpjekje titanike për të akomoduar kërkesat e drejta të protestuesve student në Maqedoninë e Veriut, përkundrazi ka lënë të zhgënjur një pjesë të mirë të faktorit atje, apo me ndërhyrjet e tij, paktën sipas zotit Rama apo sipas Partisë Socialiste në pushtet Shqipëri, ku është akuzuar për ndërhyrje në punët e brendshme. Pra, në ndryshim nga kartat e sovranitetit që ai përdor në rastin e Kosovës. Pra, është kjo një qasje me 2 standarde zotit Kurti, është një mos kuptimi i realiteteve të reja gjeopolitike, apo është thjesht një sjellje si një politikan tipik pavarësisht narrativës që ai përdor? Mendoj që është krejt brenda logjikës normale të marrjes dhe ruajtjes pushtetit. Megjithatë, pyetja që duhet ngrem ne këtu është a i shërben kjo interesit Kosovës? Sepse zoti Kurti ka në pushtet tashmë rreth 6 vite apo jo? A i shërben? Mendoj që mbajtja e Kosovës në këtë gjendjen e hibriditetit, pra ku edhe shtet, po edhe nuk është krejt si shtet, sepse sovraniteti i saj është i kontestuar edhe nga brenda, nga serbët në veri, por edhe ndërkombëtarisht, apo jo? Nuk ka ulse në OKB. Procesi i integrimit në BE është krejt në pikpyetje ose ka ngecur krejt asnjë organizatë kombëtare në 6 vitet e fundit. Nuk flitet fare pra për një perspektivë realiste të integrimit Kosovës në BE, më rëndësishme se sa kaq për hapjen e një shtegu që të përshpejtohet integrimi i Kosovës në NATO, sepse Kosova ka një problem sigurie. A sufton në samitin Ankaras? Nuk është bërë pjesë. Sigurisht, nuk është bërë pjesë asnjë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare. Pra, nëse ne vjojmë dhe delegitimojmë kundërshtarët tanë politik, fitojmë zgjedhjet, por nuk ofrojmë zgjidhje duke thënë që Gogoli është ky. Gjithë në Kosovë edhe në hapësirën shqiptare dinë se kush është Gogoli. Problemi është që lideri politik bëhet shtetar kur ofron zgjidhje të vështira, sado të vështira të jenë ato, por që e çon vendin nga pika A në pikën B. Në momentin që flasim, Kosova nuk ka lëvizur asnjë centimetër, do thoya, nga pika A në pikën B. E ka shtir autoritetin në veri me forcë policore. Edhe është e drejtë legjitime, nuk ka diskutim. Por në pikturën e madhe të gjës, Kosova mbetet shteti kontestuar. Dhe retorika nacionaliste e zotit Kurti, pavarësisht se duket interesante dhe na pëlqen ne shqiptarëve, pa na prek, na ngjall një lloj admirimi, nuk ka ofruar ndonjë zgjidhje deri më tani. Dhe ne jemi këtu, ne studiusit që merremi me këtë punë, jemi këtu për ta dekonstruktuar
apo jo, edhe për t'ju thënë njerëzve që shiko, ka merit zoti Kurti në qëndrimet e tij ndaj Serbisë, por duhet të ofrojë edhe vizionin e tij se si dilet nga kjo lloj situate. Pra nuk mjafton që ti jesh kritik. Do duhet të kalojmë tek aktet konkrete të cilat ofrojnë zgjidhje. Për ta lidhur edhe me zhvillimet e ditëve të fundit, këto ditë pam që ishin bllokuar në kufi, kryetari i grupit parlamentar të koalicionit Vlen në parlamentin e Maqedonisë Veriut dhe 2 deputet në pikën kufitare dhe arsyeja që ata kishin dhënë se policia shqiptare i kishte bllokuar për shkak të ndërhyrjes së tyre në protestat, i kanë në një farë mënyrë indirekt akuzuar si nxitës të protestave dhe këto akuza janë shtrirë natyrisht te elefanti në dhomë që ne po diskutojmë të zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Ju si e shihni, mendoni, domethënë keni ndonjë evidencë ose me çfarë keni dëgjuar gjatë kohë, duke qenë se dhe studioni këto gjëra nga afër, të ndonjë lloj interferencë politike siç patën dikur me lëvizjen vetëvendosje në Shqipëri, janë zotit Kurti për të shtrirë influencën e tij? Apo jo, apo është egzageruar kjo gjë nga ana e qeverisë? Unë mendoj që është egzageruar, nuk ka asnjë të dhënë që të tregojë ose të demonstrojë që zoti Kurti është i investuar seriozisht në rrëzimin e Edi Ramës në Shqipëri. Tani nuk është sekret që marrëdhëniet me zotit Kurti dhe zotit Rama nuk janë shumë të ngrohta, dhe nuk kanë qenë të ngrohta për një kohë shumë gjatë, për shkak se të dy janë udhëheqës të cilët pretendojnë primatin në hapësirën politike shqiptare. Dhe për qenë sinqert, Albin Kurti është i vetmi lider politik në hapësirën shqiptare i cili ka qenë i aftë të hynë në lëkurë Edi Ramës, për shkak edhe të aftësive tij komunikuese, formimit intelektual, të cilët nuk duhet t'ia mohojmë, dijes tij të thellë për shumë çështje, por edhe qëndrimit koherent, i cili pavarësisht se ka pas një farkosto në moment të caktuar për Kosovën, duhet ta vlerësojmë dhe t'i japim hakun. Ndërkohë, edhe të njëjtin kamp mitologjik. Ky qëndrim koherent i pa kompromis i Kurtit ndaj ndërkombëtarëve, ndaj ideve që ai ka në raport me Kosovën, ndaj një pjesë të atyre që ne quajmë oligark ekonomik si në Kosovë, si në Shqipëri, e ka vendosur në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë Edi Ramën. Pra e ka ekspozuar sepse ka bërë një kontrast shumë të madh mes dy udhëheqësve. Megjithatë, unë nuk kam asnjë dhënë apo më mirë me thënë nuk besoj që zoti Kurti është investuar në protestën në Shqipëri kundër qeverisë. Sepse përndryshe edhe nëse do ta bënte, mendoj që nuk do ishte e shëndetshme. Ne duhet të respektojmë dinamikat politike në vendet respektive. Shpeshherë ne kemi qenë kritik edhe ne dy për çaste paternaliste të Shqipërisë në raport me Kosovën. Por një lloj mendoj që duhet të jemi po ashtu kritik nëse Kosova tenton të interferojë në politikën e brendshme të Shqipërisë. Ne jemi dy shtete të njëjtit komb edhe duhet të jemi të kujdesshëm në raporte të tilla sepse rrezikojmë që të krijojmë krisje qarje të panevojshme dhe pa diskutim që kjo do të na dobësojë si faktor politik në rajon. Aq më tepër ku marrin përsipër paternalizimin e kampeve të rivale politike në Shkup, apo jo? Pra një afërsi e BDI-s me Partinë Socialiste në Shqipëri dhe zotin Rama dhe një afërsi e vlen me Kurtin. Po pra, e shikon, kjo krijon një lloj dualizmi, një lloj çare të panevojshme mes shqiptarëve. Çka mendoj se është edhe një ndër faktorët kryesorë sepse ne kemi humbur shumë stacione në rrugtimin ton historik drejt shtetëndërtimit, si në Shqipëri, por edhe në Kosovë, por përtek kësaj drejt konsolidimit të faktorit politik shqiptar dhe integrimit të shpejtë në familjen evropiane, aty ku në fakt qysh në kohën e rilindasve kemi pas dhe vazhdojmë të kemi objektiv të ankorohemi. Si keni parë protestat, besoj keni ndjekur edhe nga Londra, besoj edhe nga Tirana. Si keni parë zhvillimin e tyre deri në këto momente, plusat dhe minuset apo leksionet që mund të nxjerrin në mbledhur? Tani është vështirë të bësh një analizë gjithëpërfshirëse, shtëruese e lirë, sepse protesta është një ngjarje në zhvillim.
Absolutisht. Jo, deri tani, do të thënë Megjithatë, unë mendoj se për nga natyra, për masat gjeografike, përbërja, kjo është një lëvizje tashmë, do të thoja unë historike, për shkak se në 3 dekada përjashto lëvizjen studentore dhe protestat që kanë pasur mandej për rrëzimin e regjimit komunist, një kontekst historik edhe armët krejt ndryshëm. Shiko, armët kimike dhe protestat studentëve ishin të rëndësishme, ishin interesante, ishin organike, siç është kjo protestë. Megjithatë kjo ka për masa tjera, ka përbërje tjetër, edhe ka një objektiv i cili mendoj që i shkon në zemër problemit të Shqipërisë. Pra, godet modelin politik dhe ekonomik që është ndërtuar veçanërisht në 2 dekadat e fundit, është perfeksionuar në dekadën e fundit, cili në ndryshe nga Fatos Lubonja, e cili e teorizon si një ndërtesë me kate. Unë kam një mendim pak ndryshe, po që është i ngjashëm atë që thot Lubonja. Unë gjykoj që aktualisht sistemi jon politik dhe ekonomik ngjan një piramide, ku në bazë është krimi organizuar. Për një narkoshtet. Jo krejtësisht, po nëse do më lejosh ta shtjelloj, ndoshta mund të krijojmë një ide edhe bashkërisht se çfarë lloj sistemi kemi ose çfarë lloj monstre kemi ndërtuar. Pra, një piramidë ku në bazë është krimi organizuar, i cili ushqen sipërmarrjen me para dhe sipërmarrja ushqen elitën politike që qëndron në majt piramidës. Dhe kjo marrëdhënie e ka deformuar tërësisht demokracinë në Shqipëri, tregun, pra ekonominë e tregut, marrëdhëniet e individit me shtetin, me politikën, me qeverisjen, raportet tona shpeshherë, raportet e sipërmarrjes me njëra tjetrën e kështu me radhë. Dhe shumë nga dëgjuesit tanë më thonë që kjo është e tmerrshme. Në fakt jo, ka dhe më keq. Sepse rastet e tjera në Amerikën Latine kanë treguar që kjo piramida mund të kthehet përmbys. Pra, sepse në momentin që krimi organizuar fuqizohet, mendon, por shiko, pse nuk kemi ne këtu në mes piramidës? Pra, pse duhet që marrëdhënien ton me elitën politike ta ndërmjetësoj klientela e biznesit? Ne shkojmë vetë aty dhe jemi në kontakt drejt për drejt me elitën politike. Vjen një moment që edhe në këtë pozitë, pra kur ndodhet në mes të piramidës, sepse ti e din, njerëzit kur bëjnë ekonomi duan pushtet. Ata shumë thjesht mund të thonë, shiko, mendoj që këta po e bëjnë shumë keq, pra do të jemi ne këtu në krye fare, e kupton? Ta drejtojmë ne këtë punë. Edhe piramida mund të përmbyset. Pra ne mund të shkojmë edhe më keq se sa kjo është një pjesë shumë interesante në fakt. Faleminderit që sollët dhe ndat me ne, por të bëj avokatin e djallit tani edhe pra ju keni ndërmjet ti konstrukti teorik mundoni të shpjegoni ekonominë shqiptare, ekonominë sistemi politik e tjera me radhë. Por natyrisht duhen fakte mbështetëse, sepse po të isha në anën e qeverisë në këto momente, do të thoshe e para është marrë një ligj për dekriminalizimin, pra edhe ata politikanë që kanë qenë të implikuar dolën nga parlamenti. Një. E dyta, ne jemi duke avancuar me kapitujt e integrimit, kemi hapur të gjithë, po përpiqemi të mbyllim. Dhe këtu ka disa kritere, cilët duhet zbatuar në mënyrë rigoroze. E treta është SPAK-u dhe GKK-ja, e cila ka luftuar dhe ka goditur krimin e organizuar, sidomos me suksese ndaj krimit organizuar në raport me korrupsionin në tjetër histori. Pra kemi pasur më shumë sukses dhe evidencat e kanë treguar Manival për shembull e kanë nxjerrë Shqipërinë nga Distagri dhe së fundmi Manival e ka kaluar Shqipërinë në një stat tjetër të pasrimit parave që për 7 vjet nuk do bëjmë as vizita në terren. Pra tregon që të paktën në letër Shqipëria ka kaluar detyrat e klasës. Për mos të pastaj që ekonomia shqiptare nuk është vetëm pronë të disa pak oligarkëve, sepse janë një pjesë e mirë të vetpunësuar, 39% është nga mesatarët më të larta në Europë të vetpunësuar jashtë sektorit bujqësor. Pra ka një konkurenshmëri, pavarësisht se konkurenshmëria është e biznesi vogël dhe jo të biznesi i madh. Pra ka element, unë përmenda vetëm disa prej tyre, mund të përmend edhe të tjerë. Për shembull, qeveria thotë që ne kemi ulur borxhin tot nga 75% në 55%. Kemi ulur papunësinë nga 16.5% në 8.5%. Kemi luftuar inflacionin, kemi luftuar deficitin buxhetor. Kemi rritur të ardhurat për shqiptarët. Rrogat sot në Shqipëri janë dyfishuar në raport me 10 vjet më parë. Pra, nëse do ishte kjo që thoni ju, nuk do ishin realizuar këto mrekulli ekonomike, themi si paktën i deklamon qeveria. Keni një përgjigje për këtë? Patjetër. Shiko, ligji dekriminalizimit ka kriju disa efekte në nivelet larta të politikës. Mirë, po çka ka ndodhur? Unë jam marrë shumë kohë me këtë fenomen. Krimi organizuar e ka rritur ndikimin në mënyrë informale, pra duke
mbështetur individ të cilët në letra janë në rregull, por që japin llogari krimit organizuar, dhe kemi disa raste në Durrës, në Elbasan, besoj që është e qartë që individ të cilët nuk kanë asnjë lloj karriere, as profesionale, as politike, shfaqen papritur dhe mbledhin 15.000, 20.000 vota, dhe të shpërndarën në mënyrë horizontale në çdo qendër votimi, pothuajse. Mendoj që këta nuk është se janë gjeni politike dhe papritur qytetarët zbuluan që X apo Y ofron një alternativë fantastike dhe votuan në mënyrë horizontale. Në burg vepruar dhe spaku, për shembull rasti Çurbia në Durrës apo. Pra, ligji i dekriminalizimit ka kriju disa efekte, por çka ka ndodhur? Elita politike ose elita politike në bashkëpunim me kryenin organizuar ja kanë gjetur anën. Ja kanë gjetur anën duke hyrë nga dritarja. Komponenti tjetër, nuk ka asnjë logjikë ekonomike që shpjegon fluksin e ndërtimit në Tiranë. Përpos se penetrimit parave të pista, rritjen e çmimit të apartamenteve, të cilat nuk ka logjikë ekonomike, nuk ka ekonomist, nuk di, Hayeku as Mises as po përmend edhe Noit Majt, ndoshta nuk i shpjegon dot se si është e mundur që brenda një kohe kaq shumë të shkurtër ka një bum të tillë vetëm në sektorin e ndërtimit, sepse ky është sektori që dihet historikisht që shumë më lehtë që të pastrohen parat e pista, ka shpërthyer me çmime stratosferë që nuk kanë logjikë ekonomike, dhe pika kritike në ekonomi ose ajo infrastrukturë strategjike, kritike që konsiderohet për një shtet, zotërohen nga shumë pak njerëz. Aeroporti i Tiranës, artera kryesore që lidh Shqipërinë me Kosovën, porti i hidrokarbureve, ku janë 2-3 njerëz të cilët e kontrollojnë, tashmë edhe në Zvërnes flitet për pak njerëz të cilët do të investonin atje. Pra, jo vetëm kjo, po për të shikosh edhe burimin e pasurisë të 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri, nuk vjen nga një aktivitet ekonomik i cili prodhon, gjeneron diçka të re për ekonominë shqiptare, por vjen nga kontratat publike, pra nga buxheti i shtetit. Kjo është një ekonomi ku shteti është aktor kryesor. Kapitalizëm kronik. Nuk di, nga pikpamja teorike nuk mund të them se cilit modelin ngjan, por ajo që është e qartë është kjo, Elir, që shteti është aktori kryesor ekonomik. Dhe nëse ti do të merresh me sipërmarrje, do të bësh hire në biznes, duhet të lidhesh patjetër me aktorët politik. Pra që të marrësh licenca, leje, të nënshkruash kontrata publike. Sa prokurime të rëndësishme në Shqipëri janë konkurruese, janë të hapura, janë ndërkombëtare, janë të ndershme. Nuk e di. Vështirë të thuash që ka një proces tenderimi ku aktorët ekonomik paraqesin ofertat e tyre dhe më i miri fiton, pa paracaktuar fillimisht. E thonë të shikoni rastin e tunelit Llogaras. Kuptohet, u bën një proces tenderimi, u anullua sepse siç duket qeveria nuk ishte e lumtur me aktorin i cili e fitoi, u rihap, fitoi një aktor tjetër ekonomik e kështu me radhë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një model ku suksesi përcaktohet nga aftësitë, talenti, merita, puna që ti derdh në sipërmarrje, qoftë edhe në profesion, por nga shteti. Pra sa afër ti je me politikët, me shtetin. Edhe mendoj që ky model është një nga arsyet sepse ne kemi aq shumë njerëz në shesh në Tiranë. Është një model i cili tashmë është hyrë një lloj monstre që po shkatron ekonominë shqiptare, dhe kjo vjet re mjaft lehtë. Në të dhëna empirike, në 10 vitet e fundit ne kemi humbur 1/3 e popullsisë. Sigurisht njerëzit kanë ikur gjithmonë, do të ikin, ë? Po kjo është një shifër jashtëzakonisht e madhe për një vend vogël si Shqipëria. Pra, kjo thotë që njerëzit nuk gjejnë mundësi këtu, nuk bëjnë dot biznes, nuk rriten dot profesionalisht, nuk gjejnë dot hapësirë për të ndërtuar jetën këtu, nuk blejnë dot një shtëpi, sidomos të rinjt, për të ndërtuar familje. Pra, gjitha këto të bëjnë të kuptosh që ky model ekonomik, i cili ka nxjerrur njerëzit në shesh, sepse mendoj që ka arritur fazën ku tashmë çdo gjë kontrollohet nga shteti,
dhe ka shkatruar atë dorën e padukshme të Smithit në treg, pra mendoj që e ka shterruar vetveten. Edhe ajo çka ne po përjetojmë sot janë fazat e degradimit të tij. Duke qenë se jemi në drejt fundit të emisionit, për të qëndruar te ai që është elefanti në pra protesta masive, bazuar në shkaqe që ju shpjeguat në mënyrë shumë racionale, te produkti tani që do sjelli protestas, sipas optikës suaj, sepse dim që çdo protestë, lëvizje sociale, jo protestë, lëvizje sociale në histori ka prodhuar një produkt politik. Qoftë ky Martin Luther Kingut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë ky lëvizjet e 68-s në Amerikë apo në Europë, apo këto lëvizjet anti-establishment në Europë dhe në Amerikë së fundmi. Pra kanë dhënë një produkt politik që është kapitalizuar nga një apo disa aktor apo faktor politik të establishmentit apo jashtë establishmentit. Tani vim në Shqipëri. Ne kemi parti opozitare, si Partia Demokratike, dhe alartë e saj tradicional. Kemi dhe forcat të reja anti-establishment, Partia Sheajt, Partia Lapajt, Partia Qorit e tjerë me radhë. Duket sikur protestuesit nuk duan ta afiliohen me asnjë nga këto parti, madje kanë ndonjëherë përzën nga sheshi ose kanë dalë grupe që kanë kërkuar distancimin prej tyre, dhe nga ana tjetër refuzojnë të kryejnë dhe parti politike. Nga ana tjetër kemi disa prej tyre që thonë që ne jemi liderët e protestës, por refuzojnë nga të tjerë. Si mendoni se do i shkojë fati mbrami i kësaj proteste apo i kësaj lëvizje për të materializuar në një përfitim konkret, pra në realizimin e kërkesave të tyre, largimin e Ramës, qeveri teknike, zgjedhje të reja, dyshim kushtetute, pra kush do format dhe mënyrat, si e shih në mënyrë racionale flas, në optikën tuaj, për të ecur përpara me rezultatet. Tani, unë kam përshtypjen se ne kemi kryer një pritshmëri jo realiste në raport me protestën. Pretendojmë që protesta edhe ta largojë Edi Ramën, por edhe të ofrojë zgjidhje në kuptimin e ndërtimit një modeli tjetër ekonomik dhe politik. Protesta në fazën ku është tani ka shtruar kërkesa, ka identifikuar, ka ekzaminuar trupin ton politik, i cili qartësisht është kancerogen, dhe po thot, shiko, ky mjeku që kishte marrë përsi për ta shëronte, e ka smur edhe më keq, kështu që duhet ikë. Por protesta e ka pa mundur që të ofrojë një recetë. Pse? Sepse është një grupim njerëzish që ka emëruar bashkë vetëm largimin e qeverisë, edhe zhbërjen e këtij modeli politik dhe ekonomik. Por flukset brenda protestës kanë pikpamje ideologjike, përkatësi klasore, po dushti edhe religjioze, ideore krejt të ndryshme. Dhe unë shikoj të pamundur që nga sheshi ne të shkojmë drejt materializimit një force politike. Në rast se Rama refuzon të largohet, atëherë çfarë zgjidh protesta? Sepse nuk do t'i përfaqësonte, edhe sikur ta bëj, dhe ka gjasa ta bëj, do të ndodhë. Pra unë besoj që protesta do të prodhojnë një ose dy parti politike. Por a do të ishin këto parti politike përfaqësuese të protestës? Unë mendoj që jo. Dakor, pra, por nëse Rama refuzon të ikë, siç ka refuzuar deri tani, do thotë që unë nuk largohem përmes një proteste aq më tepër ku s'ka përfaqësim legjitim politik. Rrim pak akoma tek logjika e opsioneve, Ilir. Opsioni tjetër do ishte që protesta shkakton një tronditje të madhe në partitë ekzistuese politike, në Partinë Demokratike, por edhe partitë e reja, sepse edhe ato qartësisht duken që janë papranueshme për qytetarët. Jo për shkak se kanë ndonjë anomali në vetvete, por se eksperienca jonë ka treguar në shkurën që nëse mbështetet një ose dy individ, shpeshherë idealet e protestës tradhtohen kështu më radh. Pra ka një mungesë madhe besimi mes kësaj proteste që ka natyrë horizontale dhe shfaqjes së një leadershipi të mundshëm. Kjo e bën të pamundur, do të thoja unë, edhe këtë idenë që protestat prodhojnë një parti politike. Prandaj jemi tashmë në një rreth vicioz ku është vështirë dilet. Por opsioni më i shpejtë dhe më realist do ishte që Partia Demokratike reflekton, vetë reformohet, hapet me elitën intelektuale, akademike, profesionistët, supermarkete dhe kështu me radhë, dhe i përgjigjet kërkesave të protestës. Deri tani kjo nuk duket që po ndodh. Ndërkohë kemi zgjedhjet lokale vitin tjetër. Çka e bën në optikën time të nevojshme bashkërendimin e çdo faktori politik opozitar,
format, modalitetet duhen eksploruar. Ju jeni pjesë e forumit të dialogut politik që po është munduar të ndërmjetësojë ndërmjet faktorëve opozitar. Keni pasur sukses deri tani? Premisa themelore e jona ka qenë kjo që nëse opozita mbetet e përqar, kur flasim për opozitën, nuk flasim vetëm për Partinë Demokratike dhe partitë tjera politike, por edhe për faktorë tjerë civil, të cilët qartësisht nuk dakordsohen në mënyrën se si qeverisë Edi Rama. Pra, premisa jonë themelore ka qenë kjo që nëse opozita është e përqar, nuk mund të vinë pushtet. E këto e tregojnë rastet historike. Shikoni, në Serbi, për shumë kohë është bën protesta edhe më madhështore se në Shqipëri, mirë po opozita është e përqar dhe e ka pas pamundur që të realizojë rotacion politik. Atje kanë krijuar Parti Studentët dhe sipas sondazheve, nëse zgjedhjet do beshin nesër janë 35%. Pra një parti e cila nuk ekzistonte para protestës, 2 vjet më vonë ka 35% të elektoratit, duke sformuar partitë e vjetra opozitare, me që morët Serbi. Kemi raste pastaj Bullgari që presidenti krijoi një parti politike, apo rastin e Hungarisë dhe fituan zgjedhjet. Shiko, ndoshta për ta të thelbi i diskutimit. Unë mendoj që Shqipëria më shumë se sa ka nevojë për një parti të re politike, ka nevojë për ide të reja. Se jemi në moment kështu shkretinë e idesh politike. Ne jemi në fazën ku po kritikojmë, edhe kritika është e shëndetshme, nuk ka diskutim. Kjo është traditë shumë marksiste, do thojmë. Traditë shumë marksiste, e cila në thelb ka kritikën edhe ndërtimin një projekti imagjinar, utopist, ku ju thuhet njerëzve që shiko, do jetojmë në mënyrë fantastike, gjithë do jemi të barabartë, do çojmë gjithë të njëjtën shumë parash në shtëpi e kështu me radhë, do kemi shërbim shëndetësor, falas, ku dëgjon shkolla publike fantastike. Po, kjo është provuar, është modeli i cili është provuar që dështon sepse ka dy premisa, do të thonë, problematike. Së pari ushqehet nga urrëtia për suksesin e tjetrit dhe së dyti nuk është i bazuar në realitet. Ndërsa unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për ide të djatha në fakt, të cilat janë bazuar në një botë reale, pra e shikojnë dhe e pranojnë botën ashtu siç është. Dhe mundohen që të bëjnë ndryshime graduale, thelbësore, të cilat përmirësojnë jetën e njerëzve dhe zgjerojnë hapësirën e lirisë. Mirë, po ky është diskutim filozofik, ndoshta mund të kemi rast ta bëjmë një herë tjetër. Por për të kthyer tek thelbi, pra, ne kemi 140 parti politike, Elir. Pra, ne mund bëjmë edhe 200 parti, por nëse nuk ofrojmë ide të reja politike, nëse nuk artikulojmë një vizion politik i cili është transformues dhe frymëzon njerëzit, i bën ata të besojnë që politika është art i të mundshmes, pra që të ndryshojë jetën e tyre për mirë, mund dalin në shesh edhe 200.000 edhe 500.000 njerëz, por nuk do arrim dot ma të realizojmë atë ndryshim për cilën Shqipëria ka nevojë. Altin ka një problem tjetër, sepse pikërisht e ide, Partia Socialiste funksionon si një parti masovike, e cila përveç andarësisë, që është në fundit partinë në Europë që ka atë shkallë andarësie bazuar në numrin e popullsisë, ka dhe një rrjet patronazhistësh tashmë të evidentuar dhe nga OSBE-ja dhe nga raportet e tjera ndërkombëtare, përfshia i fundit i Ibarit. Kështu që është një forcë elektorale, më tepër se sa një forcë ideologjike, e unifikuar në spektrin e majt. E vetëm një parti tjetër e majt, që është Partia Social-Demokrate, është aleate me të dhe i kanë votat bashkë 86, votat 85 tani pas Mariana Koçekut, largimit të saj. Ndërkohë që nga kampi djathtë ne kemi një pluralitet aktorësh dhe faktorësh, apo nga kampi opozitar, sepse aty mund të ketë partit majta, të cilët e kanë të pamundur deri në këto momente që flasim, bashkëpunimin e dalin në një koalicioni parazgjedhor me një leadership. Dhe më tepër se çështje programi, Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit, po dhe në ato të 2021 ka pasur program shumë të mirë të djathtë. Jo, kur flas për ide, nuk flas për program. Por ai program nuk arriti te njerëzit. Flas më shumë për një fabul politike. Sepse ju e dini që në themel të suksesit elektoral të çdo partie në fakt qëndron fabula ose historia politike. Që ajo dhe kush e kumton. Dhe Boris Johnson për shembull në librin e tij të fundit Unleash, pra kujtimet e tij, ai thonë një gjë interesante. Në fushatën elektorale për daljen apo jo të Britanisë në Bashkimin Evropian, ne që ishim në anën e Brexit, kishim një avantazh shumë të madh thotë në raport me ata që ishin për të qëndruar. Ne zotronim të ardhmen. Sepse ju ofronim njerëzve një Britani tjetër, një Britani ndryshe. Ndërsa krau tjetër, kryeministri Cameron dhe koalicioni për të qëndruar, ju thoshte shiko, ne jemi mirë kështu siç jemi. Unë mendoj që përpos teknikalitete dhe hartimit një programi
i cili sigurisht është i rëndësishëm dhe ne duhet të krijojmë traditën e manifesteve elektorale, sepse përndryshe do vjojmë, bëjmë diskutime në hava, se nuk i thua dot Edi Rama sot apo edhe kryesi tjetër nesër, çka ke premtuar ti dhe çka ke bërë. S'ka manifest elektoral, nuk e mat dot qeverisjen e tij. Po ky është diskutim tjetër, pra, përpos alternativa programore, unë mendoj se Shqipëria ka nevojë më shumë për një vizion politik, për një ide e cila pikturon një Shqipëri ndryshe, një Shqipëri ku shteti nuk është aktor kryesor ekonomik, ku shteti nuk përcakton suksesin dhe dështimin e njerëzve, ku partia politike nuk është investimi yt i jetës për të bërë karrierë në administratën publike, ku ne arrim të ndërtojmë një shërbim civil profesional, i cili është aty për të shërbyer interesit shtetëror dhe jo partisë në pushtet, kur ne arrim të ndërtojmë një ekonomi e cila funksionon bazë të konkurrencës edhe asaj dorës padukshme të Smithit, dhe ku gjenerojmë, prodhojmë, dhe jo importojmë parat pista dhe produkte pa fund, konsumi, pa gjeneruar asgjë. Mendoj që ne kemi nevojë për një Shqipëri ku shteti të drejtës nuk është luks, apo jo. Është themeli i një demokracie funksionale. Pra, më shumë se sa për një parti politike të re, ne kemi nevojë më shumë për ide të reja politike, për një projekt të ri politik, Sigurisht, ky projekt mund të artikulohet nga forca të reja politike, është vështirë, e shikoj të vështirë që të artikulohet nga parti ekzistuese, por në fund të ditës, nëse nuk e bëjmë këtë, do vijojmë të sillemi rreth kësaj knete, do të thoja unë, ku po mbytemi të gjithë, prej më shumë se 2 dekadash ndoshta. Faleminderit Altin edhe për idetë që ndat këtu me ne sot. Shpresojmë të jenë edhe si një lloj mesazhi ndaj klasës politike në Shqipëri për reflektim. Kisha kënaqësinë të kisha Altin Gjetën, studius i politikave publike çështjeve ndërkombëtare, për të folur për disa nga sfidat aktuale në Kosovë, rajoni Ballkanit Perëndimor natyrisht në Shqipëri, me protestën si kryefjalën dhe pritshmëritë që do sjellë ajo. Miru takofshim në puntatën e radhës.